natyrisht, ky përvjetor nuk është vetëm satisfaksion për ne, por na bën këtë satisfaksion më të madhe dhe ardhja të ftuarve nga vendlindja, sepse vlerësojnë rolin e mirëfillt të diasporës, ruajtjen e traditave, ruajtjen e gjuhës tonë amtare edhe këtu ku jemi, kaq kilometra larg. Atëherë, Fran, çka mund të na shuash kuriozitetin në këtë mes? Kush është i ftuar? Po, ne kemi ftuar personalitetet më të larta të shtetit shqiptar të Shqipërisë dhe të shtetit shqiptar të Kosovës. Presim konfirmimet e tyre. Kemi ftuar 2 presidentet, presidentin Begaj dhe presidenten Osmani. Presim konfirmimet e tyre. Ne krahas 2 presidentëve të 2 shteteve shqiptare, kemi ftuar edhe përfaqësues të gjitha krahinave të Shqipërisë etnike. Kemi ftuar kryetarin e komunës së Tuzit, kryetarin e komunës Tetovës, kryetarin e komunës së Preshevës, kryetarin e komunës së Prishtinës. Nga Shqipëria kemi ftuar kryetarin e bashkisë Korçës, kryetarin e bashkisë së Lezhës. Pra do kemi një përfaqësim dinjitoz edhe të liderëve të qyteteve dhe krahinave tona etnike. Gjithashtu kemi ftuar dhe personalitetet të tjera, të cilat do t'i prezantojmë atë natë. Pra, kemi shumë të interesuar dhe që kanë konfirmuar pjesëmarrjen nga shqiptarët më të suksesshëm në të gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Texas, New Yorku, Boston, Chicago, por dhe nga Kanadaja, nga Toronto, nga Florida. Pra, do kemi një pjesëmarrje të gjerë, sepse e gjerë është veprimtaria dhe kontributi i televizorit shqiptarëve të Amerikës. Siç e thash edhe parë, është vështirë t'i themi faleminderit aq sa meriton. Mbi gjitha për balancën që ka mbajt dhe themelin e ruajtjes së vlerave të gjuhës së traditës kombëtare këtu në Mërgimin e Largët. Prandaj, sa do të bëjmë atë natë, nuk mendoj që kemi bërë mjaftueshëm për të treguar respektin dhe dashurinë. Pra, do të kemi një program me detaje, shumë qytetar, dhe jam shumë i bindur që gjithë pjesëmarrësit do të jenë atë natë në shtëpinë e tyre, në një atmosferë të shkëlqyer. Është edhe shumë e rëndësishme dhe të takohemi për qejf. Të takohemi edhe ku më bukur se tek televizori jonë, tek dritarja më e madhe dhe më e bukur që na sjell dheun pranë. Është një natë që garantoj që do të mbahet mend gjatë për vlerat, për atmosferën, pra e bollshme në ushqime, në bisedat që këmbejmë me njëri tjetrin, sapo të hymë tek dera kryesore e Imperial House. Pra, do bëhet në Imperial House? Po, në Imperial House. Nata e surprizave. Nata e surprizave. Zoti Gani, çfarë do shtonit? Po, diçka shtesë në 2 drejtime. E para lidhur me problemet e vlerësimit të personave që janë aty. Është ndoshta edhe rekord, kjo nuk e di se sa është rekordi, por rekord shqiptare është. Ne kemi reklama që vazhdojnë të transmetojnë në televizion nga 25 vjet. Pra, janë 25 vite që nuk e heqë reklamën asnjë ditë. Po si mund mos i japësh Gjergj Gjokës një falënderim atë natë, me që ka pra Prime Insurance, Gjergj Gjoka me stafin, me familjen e tij, na ka ndihmuar. Ne e dim që bashkëpunojnë, por është një suport 25 vjeçar. Po si mund të zë gjithashtu Pal Shkrelin, Martin Gjolajn, edhe ka dhe disa të huaj, që janë Amerikanë. Është MGM-i, e shumë të tjerë. Por, lidhur me ftuarit, dhe për të kuptuar, jo politika, por puna që ne bëjmë. Zoti Gani, krahas kësaj darke, janë gështetuar edhe element modern edhe element tradicional të mikpritjes shqiptare, apo jo, Fran? Shumë e vërtet. Por në fillim a kemi ndonjë farë koktej, çfarë do ndodhi? A di si është problemi, Rafael, se ju e thatë që betë si moderne. Kokteji ka zënësuar atë fillimin e dasmës që fillon të në Shqipëri nga e hena deri të dielën. Edhe ajo koktej sigurisht tani ka shkurtuar, është bërë jo me ditë, është bërë me orë. Imperial House-i
me propozimin e Zotit Gjokaj, ka bërë një mundësi që në labin e Imperial House-it, që mendoj se është shumë fantastik e shumë i mirë, aty do të ketë një koktej nga ora 5 deri 6:30, një orë e gjysmë, ku do të njihen, takohen, shikohen, përshëndeten njëri me tjetrin, por unë ja mora këtë pjesë Zotit Fran, që e thash unë, për të thënë shikuesve, për të thënë edhe për të hequr atë përgjegjësinë Zotit Fran, aty do të kemi edhe kamerat tona në vendet caktuara, ku të gjithë të pranishmit, edhe i ftoj gjithë pranishmit që do t'jenë aty në ato momente të këndshme të kësaj pritjeje, të japin prononcimet e tyre, përshëndetet e tyre, të japin sugjerimet e tyre, vërtetët e tyre për televizionin e shqiptarëve të Amerikës. Pasi Monday, nëse do të hyjmë në mbrëmje, aty nuk hyjmë dot sepse Zoti Fran është shumë korrekt dhe ka njerëz që kanë dëshirë të përshëndesin. Njerëz të thjeshtë, njerëz që na kanë parë 25 vite. Ka njerëz që kanë suportuar televizorin, duhet të flasin, po nëse ne do ta marrim që për 25 vjet. Të flasin që të flasin aty në mbrëmje, ne do të duam 25 muaj dhe s'dalim dot t'i mbarojmë. Kështu që neve si televizor ne mendova vetë, ana ime mendova të krijojmë një mundësi të tillë që është e barabartë, pasi ne do ta transmetojmë disa herë këtë eveniment. Nuk e di nëse Shumë dakord. Je dakord? Shumë dakord jam. në koktej një fond këndi me kamera dhe me gazetarë që mund të intervistojnë ose Foto të ndryshme gjëra që mund të Foto, biseda, përshëndetje. vetë personat mund të shprehin opinionin e tyre për televizorin, për punën e bërë, për vërejtje, për mangësit, edhe kërkesa për të ardhmen. Natyrisht edhe kërkesat për të ardhmen nuk na mungojnë, ne kemi një rritje teknologjike që na lejon të transmetojmë kudo në Shtetet e Bashkuara dhe në botë, fal teknologjisë së re, por duhet natyrisht edhe punë në drejtim të programeve artistike apo programeve të tjera që të tërheqin grup mosha të ndryshme. Zoti Fran, si është organizuar puna me grupet artistike? Çfarë do të dalin të këndojnë, apo mund ta bëjmë si një farë gare mes këngëtarëve lokal? Do të ishte më interesante një gjë e tillë, mendimi im. Jo, nuk besoj që këtë natë do kemi garë. Unë mendoj që gjithmonë këngëtarët dhe artistët kanë qenë të mirëpritur, të mirë së ardhur tek studio televizorit, tek ekrani televizorit shqiptarëve të Amerikës dhe mund të organizohen evente të tilla në vazhdimsi, pra mund të ketë konkurim këngëtarësh, të rish, vallësh. Televizori është ombrella. Ombrella do më thënë që mbulon çdo aktivitet tonin këtu në Mërgimin e Largët. Atë natë, siç e tham parë, është një ditëlindje. Atë natë do zgjedhim, do më thënë, të celebrojmë gjithë së bashku, të urojmë nga zemra dhe shpirti, por edhe nëpërmes këngëve të këngëtarëve të cilët edhe një herë i falenderoj nga zemra, do të gëzojmë në ditëlindjen e 25 vjetorit të shqiptarëve të Amerikës. Nuk do të ketë konkurim, por do të ketë përshëndetje magjike, edhe një herë një përfaqësim dinjitoz nga të gjitha trevat shqiptare do jenë atë natë në skenën tonë për të gëzuar të gjithë së bashku. A keni menduar për tortën 25 vjetorit? Pyetje shumë e bukur kjo, por unë të thash se disa gjëra do të jenë surprizat asaj natë. Okej. Edhe qersia mbi tort kush do jetë? Unë premtoj që do të ketë surpriza jashtëzakonisht të këndshme. Edhe nga zemra i falenderoj të gjithë për dashurinë që i kanë dhënë dhe që do japim kësaj media, sepse kjo edhe një herë na sjell atë dheun dhe ne na mungon atë dheu. Dhe nëpërmes programeve, nëpërmes bisedave që ka dhënë për 25 vite ky televizor, mendoj që meriton respektin maksimal. Pra t'ja tregojmë atë natë dhe në vazhdimsi dashurinë dhe respektin kësaj medie mjaft të domosdoshme në Mërgimin e Largët. Unë po shtoj këtë sepse ne si televizion kemi përgatitur një mini dokumentar, një farë spoti për veprimtarinë tonë 25 vjeçare, i cili do zërë një farë kohë,
por qershia mbitort do t'jetë grimcat humoristike që kemi përgatitur mes kolektivit ton, me humor për të ruajtur frymën pozitive edhe në këtë event të cilët do t'jepen, do shfaqen atë mbrëmje në Imperial House, krahas aktivitetit zyrtar. Por të kalojmë tashti edhe tek guzhimi. Shumë vështirë, më falë se po të ndërpres, do ta keni patur këtë pjesën e spotit, se të fusësh 25 vite aktivitet, veprimtari të pandërprerë, dhe ta kufizosh, ta përmbledhësh në 15 minuta, mendoj që ka qenë një ashtu shumë e vështirë, sepse keni mbuluar nga demonstratat, nga gjithë jeta e përditshme që nuk është e vogël e shqiptarëve të Amerikës, jo vetëm të Michiganit. Pra unë kudo e kam pa këtë kamer të televizorit që nga demonstratat e Washingtonit në Kombet Bashkuara, tek çdo element të jetës tonë të përditshme, televizori i shqiptarëve të Amerikës. Jo vetëm këtu, por plam për plam në Malsinë e Madhe, plam për plam në Kosovë, në Shqipëri. Prandaj sinqerisht ju lumt nuk gjej fjalë, por ta përmbledhësh në 15 minuta, ju lumt. Por ama ne atë natë mendoj që është një mirënjohje e detyruar, shpirtërore, e secili që i thotë shqiptar, ta duam, ta vlerësojmë dhe t'i themi faleminderit me datën 1 nëntor televizorit shqiptarëve të Amerikës për shërbimin dinjitoz dhe me aq vlera që na ka bërë.